Përshëndetje të nderuar shikues. Emisionin e sotëm ja kemi kushtuar epopesë UQK-s dhe lirisë të cilën e gëzojmë sot. Përmes një bashkëpunimi në mes të shkollës Abdul Frashëri dhe televizionit të Prizrenit, kemi organizuar një emision të veçantë të cilin do ta udhëheq unë, Shqipe Halimi Susuri, së bashku me dy nxënës të kësaj shkolle, dy moderatorë të vegjël, është Nina Ahmetaj dhe Besnik Kuki. Lejoni tani të prezentoj dhe të ftuarit tanë, mysafirët e nderuar, është zotri Nejat Qoqa, shkrimtar dhe historian, si dhe zotriu Zenel Paqarizi, familjar dëshmori. Të nderuar, mirëservët. Mirësegjatë. Ndërkaq që në studio me ne ndodhet edhe një grup nxënësish nga kjo shkollë, të cilët po e ndjekin nga afër realizimin e këtij emisioni dhe krejt në fund do t'japin edhe kontributin e tyre. Përshëndetje. Tani fjalën u kaloj nxënësve për të përshëndetur mysafirët. Mirë se erdhët në këtë emision. Ju falenderojmë shumë që keni ardhur për të na treguar historinë e lirisë. Është nder i madh që jeni sot këtu me ne. Ne fëmijët jemi shumë kurios të dëgjojmë tregimet tuaja. Profesor, pse 5, 6 dhe 7 marsi quhen ditët që ndryshuan historinë tonë? Faleminderit shumë për pyetjen. Kënaqësia është për ne, të rriturit, që t'ju falenderojmë juve brezin e ri, ardhmërinë e shtetit më të ri të Kosovës, epopeja e lirisë, përkatësisht datat 5 dhe 6 e 7 mars, janë datat historike që jo vetëm e ndryshuan historinë e rrugtimit të Kosovës shekullor, po e ndryshuan edhe historinë e Ballkanit, historinë e Evropës, historinë e botës. Në këto data që i përmendin që në epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës, bëhet fjalë për rrethimin e fundit të familjes Jashari, për vrasjen e komandantit legjendar Adem Jashari së bashku me anëtarët e familjes. Prandaj, këto data për historinë e popullit shqiptar, e në veçanti për historinë e Kosovës, janë data të cilat janë të shënuara me shkronja të arta që e tregojnë lavdin dhe heroizmin e popullit shqiptar, në veçanti e familjes Jashari, e cila u bë simbol i shqiptarizmit, simbol i ndërgjegjes kombëtare, simbol i ushtrisë lirimtare të Kosovës, simbol i lirisë, simbol i ardhmërisë, simbol i pavarësisë që e gëzojmë sot të gjithë ne dhe ju brezi i ri. Adem Jashari ishte një trim i madh. Çfarë mund të mësojmë ne fëmijët nga guzimi i tij? Adem Jashari, komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ne konsiderojmë komandant legjendar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që në vitin 1991, ai shkoi me shumë shok të tjerë për të ushtruar në ushtrinë shqiptare, përkatësisht në kazermën ushtarake Skënderbeu në Shqipëri së bashku me një grup shokësh. Gjatë ushtrimeve, atje mësoj për mënyrën se si duhet të organizohet populli shqiptar. Gjatë kthimit, ky organizim, në fakt, u bë nga mërgjimtarët shqiptar të cilët jetonin në vise të ndryshme të Evropës, në Gjermani, në Zvicër e në vendet të tjera. Adem Jashari së bashku me grupin e tij, sepse ishin dy grupe, të cilat shkuan për ushtrime ushtarake, dhe ishte njëri ndër udhëheqësit e grupit, që pastaj prej asaj dite, prej nëntorit të vitit 1991, vazhdoi organizimi i celulave të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës, deri te themelimi i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Këto 3 shkronja që i keni dhe ju në gjoksin tuaj, janë 3 shkronja të arta që kanë simbolikën e vetë. Nuk janë vetëm shkronja, nuk janë vetëm shenja, por janë ndërgjegje e popullit
dhe është shpresa e ardhmërisë së brezit të ri, shpresa që duhet të ushqehet brezi i ri dhe ju nxënësit të shkollës fillore, Abdul Frashi, sepse dhe ju keni një emër të njërit ndër veprimtarët e shquar të çështjes kombëtare, po keni edhe drejtorin e shkollës, drejtori Aledin, i cili ju udhëheq në frymën kombëtare, me që ka qenë edhe organizatori i manifestimit Java e Remzi Ademit për të nderuar dëshmorët, për të nderuar luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe mje mirë që sot në prag të epopes, domethënë të kemi një bashkëbisedim me juve me shpresën e ardhshme të Kosovës. Pse quhet epope kjo që ndodhi në Prekaz, dhe pse është kaq e rëndësishme për ne? Çdo luftim, sepse heroizmi i familjes Jashari është ajo që bëri kthesën e madhe në historinë e popullit shqiptar. E gjithë familja ishin në luftë kundër okupatorit serb. Pra, okupatori serb në fakt nuk zgjodhi vetëm luftëtarët e lirisë, nuk zgjodhi vetëm ata të armatosurit, a zgjodhi edhe ata të pafajshmit. Të më thënë, vrau dhe masakroj edhe fëmijët. Dhe quhet epope sepse familja Jashari nuk u dorëzua. Familja Jashari në krye me komandantin legjendar Adem Jashari i ngriti armët dhe nisi luftën me një shtet barbar, me një shtet i cili nuk e njihte të drejtën e popullit shqiptar, nuk e njihte lirin e popullit shqiptar, nuk e respekton të drejtën e popullit shqiptar. Prandaj, çdo luftë, çdo betejë quhet epope kur ajo frymëzon dhe përfundon me një lavdi të madhe, siç bëri epopeja e Prekazit me 5, 6 dhe 7 mars, që u bë 3 ditë luftime kundër një okupatori, kundër një ushtrie të tërë. Pra Prekazi është simbol për neve shqiptarët, simbol si që është për shembull në shumë vende të botës simbolet të tyre të cilët i kanë. Dhe ne e kemi Prekazin, vendin ku frymëzohemi, edhe ju besoj si nxënës, vendi ku ju shkoni për të marrë edukim, për të forcuar ndërgjegjjen e juaj, për të forcuar dijet e juaja dhe për të pa se aty ka rënjet liria. Pikrisht në Prekaz, pikrisht në betejën e 5, 6, 7 marsit të vitit 1998, i ka rënjet liria e Kosovës, i ka rënjet pavarësia e Kosovës, i ka rënjet shteti i Kosovës. Dhe prandaj, kjo epope është e nderuar ku gjitha shkollat me vendim të Ministrisë së Arsimit, përkatësisht të Qeverisë Republikës Kosovës, ora parë do t'i kushtohet gjithsesi, do t'i kushtohet, do me thënë, kësaj epopeje të lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Si mund të nderojmë në lirien tonë ndërsa jemi ende në zonës të vegjël? Nderimi i lirisë për nxënësit ju gjenerata e re që jeni, është duke respektuar gjakun e dëshmorëve, duke respektuar sakrificën e ushtrisë lirimtare të Kosovës, duke shkruar e duke lexuar për heronët, për ata të cilët u sakrifikuan, rastin konkret, duke njohur dhe duke kërkuar ose duke shkruar poezi, tregime, ese, pastaj edhe duke përgatitur edhe ndonjë dramë në lidhje me sakrificën e familjes Jashari dhe të komandantit legjendar Adem Jashari. Pra ju keni shumë mundësi, sepse nëse ju gjenerata e re, fëmijët e së ardhmës, ose ardhmëria e Kosovës e vlerësoni, dini të nderoni gjakun, dini të nderoni luftën, dini të nderoni dëshmorët, ti respektoni ata, ju dhe ne më të moshuarit, e kemi më të lehtë të shpresojmë se një ditë të gjitha ëndrat e atyre që u sakrifikuan për liri do të bëhen realitet fal guximit dhe fal qëndrimit të juaj si fëmijë për të nderuar luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Faleminderit zotri Qoçaj. Falenderimi ju takon juve dhe shkollës suaj, Abdul Frashi dhe drejtorit Aledin. Nderuar zotri Paqarizi, çfarë na tregoni për dëshmorin tuaj, cila ishte gjëja që ai donte më shumë?
Ajo donte lirinë. Lirinë e sjellën vetëm dëshmorët. Heronit dëshmorët. Lirinë dëshmorët e dojshën edhe e na sollën. Sot e gëzojmë ne, së bashku me ju. Cila është këshilla juaj për ne që të rritemi si njerëz të mirë e ta duam vendin tonë? Këshilla ime për ju është që të mësoni shumë, të bëheni të zgjuar, të doni dheun, të pyetni sa më shumë për dëshmorët e kombit dhe heronjtë e kombit, se vetëm me ardhmja e jonë është ndaj juve. Tani ja kalon fjalën moderatorës së emisionit. Faleminderit shumë Besnik. Para se të përmbyllim këtë emision, kam edhe unë disa pyetje për zotrinjët e nderuar. Zotri Qoçaj, mund na tregoni sa ka ndikuar epopeja e UÇK-s në ngritjen e vetdijes kombëtare në Kosovë? Epopeja e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ose epopeja e Prekazit, bëri mobilizimin e popullit shqiptar në përgjithësi dhe i bëri radhitjen e të gjithë vullnetarëve, të gjithë aktivistëve, të gjitha lëvizjet të cilat kishin nisur dhe i afroi rreth sofrës së madhe, rreth organizimit për të kaluar nga organizimi pasiv në organizim drejt për drejt të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me që thamë përgatitjet kishin filluar edhe më herët për bartjen e armatimit. Dhe pas epopesë së Prekazit, në gjithë Kosovën, pa përjashtim, u themeluan shtabët e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe u bën publike këto shtabe pothuajse në gjitha zonat. Prizreni, me rrethin, ishte një nga qendrat kryesore të organizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, sepse njësitë të cilat ishin themeluar edhe më herët, tani dolen në sipërfaqe për të vepruar drejt për drejt dhe populli e pa dhe i mbështeti më tepër. Këto njësitë të cilat u aktivizuan në për zona të ndryshme, për shembull në Vri, në Has, në Anadrini, në rrethin e Bjeshkës. Gjithande këto organizime dhe këto njësite bën mobilizimin e të rinjeve që të rreshtohen sa më shumë të rinj rreth ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe filluan aksione të ndryshme. Fillimisht ishte furnizimi me armatim. Prizreni, me rrethin, barte pjesën ose peshën kryesore të furnizimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës me armatim, sepse ishte në kufi me Shqipërinë, ku ishin shpresat më të mëdha për ardhen e armatimit, por përpos armatimit, pas epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës të Prekazit, nisën të vinë edhe një numër i madh i qytetarëve, përkatësisht i mergjimtarëve shqiptar, të cilët kishin shkuar për të punuar në Gjermani, në Zvicër, në vende të ndryshme të Evropës, dhe ata pas epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ndonë se ndonjë kishte ardhur edhe më herët, u mobilizuan dhe erdhën në mënyrë të mobilizuar, të organizuar për ta përkrahur ushtrinë lirimtare të Kosovës dhe për të filluar aksionet. Pra, karshi bartjes së armatimit përmes zonave të Prizrenit, këtu kam parasysh zonën e Vrinit, zonën e Hasit, Anadrinin, e gjithë zonën kufitare, po këto po flasim pak më tepër për zonën tonë për Prizren, dhe për ndryshe u krijuan dikun rreth 52 kanale të furnizimit me armatim. 49 prej të cilave kanale të furnizimit me armatim kalonin në për territorin e Hasit, të cilat nuk pushuan pothuajse as në ditët e bombardimeve. U krijuan pastaj, pas kësaj u krijuan zonat operative dhe selitë zonave operative. U caktuan komandantët e zonave operative. U krijuan pastaj edhe brigadat në kuadër të zonave operative dhe u masovizua lufta e ushtrisë lirimtare të Kosovës në bazë të themelit të betejës së Prekazit, sepse u vazhdua puna e komandantit legjendar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Adem Jashari, me djemt dhe vajzat e reja, dhe ka këtu për të mos i përmend për shembull shumë beteja të cilat u
zhvilluan në teritorin e Prizrenit, kemi betejat e Vrinit, kemi betejën e Shkovës, kemi betejat e Lezit, betejën pastaj e kemi të Kabashit, betejat të ndryshme të shumta të cilat u zhvilluan në kuadër të zonës operative të Pashtrikut, përkatësisht të brigadës 124, 125 dhe 126 dhe 127 të cilat vepronin në kuadër të zonës operative të Pashtrikut, por që merrnin teritorin e Prizrenit me rrethin. Pra thjesht, beteja e Prekazit ishte shtylla e ushtrisë lirimtare të Kosovës, ishte arsyeja kryesore e mobilizimit të rinjve dhe të rejave për ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe fal këtij mobilizimit të madh të rinjve në ushtrisë lirimtare të Kosovës, ne sot e gëzojmë lirinë. Zotri Paqarisi, sipas jush, si ka ndikuar epopeja e UÇK-s? Prizreni ka qenë arterje kryesore e ushtrisë lirimtare për Kosovën. Ka qenë arterje kryesore e trupit për shkak se ne jemi afër kufinit edhe jemi një pedaj. Kjo ka ndikuar shumë në luftën e Kosovës, se jemi një pedaj me regionin e Kukësit të territorit, kanë qenë bashkë dikur, dhe kjo ka ndikuar shumë. Kem pas shumë djemë të fort nga Shqipëria që na kanë përshro, kanë ardhur, na kanë ndihmu, kem dëshmor shumë, kem veteran shumë, kem martir, kem gjithë shka nga kufiri, ma thonë, kryesisht që fal dëshmorve, fal martirve, fal popullit që deshti lirin, për këta e thash që Prizreni në region ka qenë një arterje kryesore që ka ndihmu luftën e Kosovës shumë. Jo vetëm me armë apo me trup, po ka ndihmu edhe me mjete, edhe me ushqime, edhe me rroba, edhe me gjithë shka pjesën e Malisheves dhe të Drenicës. Po duhet shtojmë edhe pak në lidhër me këtë nëse ka mundësi, në lidhër me kontributin e Shqipërisë në luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Unë po flasë vetëm në prizmin e veteranit, si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që isha në brigadën 126, përkatësisht në njësit e një mishin nga 98-a. Shqipëria kontriboi përpos që e përmendi vëllai dëshmorit, përpos kontributit në sigurimin e armatimit, kontriboi edhe me oficierët ushtarak. Oficierët e ushtrisë shqiptare dëpërtonin deri në zonat të thella ku zhvilloheshin betejat dhe luftimet të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe kontributi i tyre është shumë i madh. Gjithashtu kontribut shumë të madh, me që gjatë asaj kohe bëj bartja e armatimit në për fshatrat, unë mund të flasë më tepër për fshatrat e Hasit, ku kanë qenë bartja e armatimit, mund të them se të gjithë populli i Hasit andej ishte i gatshëm për të sakrifikuar, për të bartur, madje edhe për të ndihmuar e për të ardhur deri në vijat e frontit. Dhe për këtë arsye kemi për shembull prej 43 dëshmorëve që ka Hasi, gjysma prej tyre janë të Hasit të Shqipërisë. Nuk dua ta ndaj Hasin e Shqipërisë, sepse është një Has, por që janë përtej Pashtrikut. Dhe kjo ka ardhur fal kontributit të tyre. Në zonën operative të Pashtrikut, përkatësisht vetëm në Pashtrik, prej fillimit të luftimeve e deri në përfundim, deri më 12 qershor, përpos 43 dëshmorëve të regionit të Hasit, kanë ra edhe 105 dëshmorë të tjerë nga gjithë hapësira shqiptare. Kemi nga Kavaja, kemi nga Tetova, kemi nga Tropoja, kemi nga zonat të ndryshme të Shqipërisë, që do të thotë se lufta që është zhvilluar dhe epopet ose betejat që janë zhvilluar në teritorin e Prizrenit janë grushti më i fuqishëm që është dhënë ushtrisë okupatore, ushtrisë së Serbisë,
posaçërisht operacioni Shigjeta, që ishte grushti më i rëndë dhe humbjet më të mëdha që kanë pranuar edhe vetë oficerët e ushtrisë sërbe. Dhe mbase ky operacioni Shigjeta, në bashkëpunim me forcat e NATO-s, ishin arsyeja kryesore e dezertimit të ushtrisë jugoslave, dhe ushtria jugoslave po them sepse në atë kohë ishte edhe ushtria Malit të Zi barabartë, dhe ne bëjmë një gabim nëse themi vetëm ushtria sërbe, sepse nuk duhet të lirohen nga përgjegjësia edhe ushtarët sërb, sepse në pjesën më të madhe të Dugagjinit, duke filluar domethënë nga një pjesë e Drenicës ose nga Mitrovica, nga zona e Kollashinit e deri në Gjakov kanë vepruar forcat e ushtrisë malazeze, dhe kështu që edhe ata nuk duhet të përjashtohen, prandaj ushtria jugoslave ishte e përbashkët atëherë që bëri pastaj edhe krime në popullsinë. Pra, beteja e Prekazit është gurthemeli i pavarësisë dhe zgjerimi i betejave të tjera që bëri ushtria shtririmtare e Kosovës në gjithë Kosovën, por ne jemi këtu për Prizrenin për të folë, dhe kontributi i Prizrenit është aq i madh sa edhe vetë beteja e Prekazit, sepse në komunën e Prizrenit kanë rënë shumë dëshmorë, janë zhvilluar shumë beteja, është derë shumë gjak, është bërë shumë sakrificë dhe nderim e respekt për të gjithë ata të cilët kontribuan për lirinë e Kosovës. Edhe njerë i përshëndes nxënësit e shkollës Abdyl Frashi dhe inkurajoj që ta duan më tepër lirinë, ta respektojnë më tepër gjakun e dëshmorëve dhe të respektojnë edhe të ardhmen e tyre. Faleminderit. Zotri Qoqajeve, një pyetje. Ju keni qenë gazetar në kohën e luftës ku nga bashkësia e Kuksit jeni nderuar dhe me një çmim. Si e kujtoni atë kohë? Faleminderit për pyetje. Gjatë asaj kohe unë isha gazetari i luftës, raportoja për betejat që zhvilloheshin në kuadër të operacionit Shigjeta, po edhe bashkëpunoja edhe me Radio Kuksin, ku isha gazetari i rregullt, dhe kishim mundësi që gjatë operacionit Shigjeta u ndaluan hyrjet e gazetarëve të huaj në zona të thella për shkak të gjërave të cilat duheshin që të bëheshin, dhe mund të them se ato ishin ditët më të vështira për një gazetar për të raportuar. Mbaj mend një rast kur komandant Safet Peci, komandant Tigri, ra në altarin e lirisë dhe unë raportova, po atë ditë raportova se pasi u dha ndihma e parë, ai u kthye përsëri në betejë, në fakt ne e varrosëm sepse ai kishte rënë, dhe pas 10 minutave që u dha lajmi në Deutsche Welle që kishte dëgjuar familja e tij, më merr në telefon dhe më falenderon, thot sepse njoftimi ka qenë shumë i mirë për neve që na ke ofruar, dhe nuk kemi dhënë informacione për rastin e rënieve të dëshmorëve, për faktin se nuk donim për shembull që të themi për shembull se forcat e ushtrisë jugoslave kanë vrarë për shembull kaq ushtarë kaq, dhe donim që të mbronim moralin e popullit. Dhe me thonë, pavarësisht humbjeve që kemi pas në zonën e luftës, shpesh herë për shembull kemi qenë të detyruar edhe të themi për shembull që forcat e ushtrisë lirimtare dëpërtuan deri në Kushnin të Hasit ose mbritën të ura në Gjonaj. Në fakt këto informacione ishin me qëllim të ngritjes së moralit, dhe mbaj mend për shembull që shumë informacione të cilat i kemi dhënë në bashkëpunim me eprorët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, me eprorët e shtabit të përgjithshëm, që ishin instaluar atëherë në Krum, dhe ka qenë shumë interesant për shembull që gjatë asaj kohe, kur kam raportuar në Deutsche Welle, Zërin Amerikës, edhe në emisionet të tjera, Radio Tirane, Radio Kukse, televizionin e Kuksit e ato, mund të them edhe për hapjen e spitalit ushtarak, që ishte rast identik dhe rast i vetëm ndoshta që një xhami
me që jemi në mujnë e shenjtë të Ramazanit, një xhami e cila ishte xhamia e Krumës u shndrua në spital ushtarak dhe ishte një rast, domethënë, i vetëm që një shtëpi e Zotit, një shtëpi e besimtarve të shndrohet në spital ushtarak, të cilin spital ushtarak e udhëheqnin, domethënë, mjekët norvegjez në bashkëpunim me mjekët shqiptar, ku disa prej mjekëve, 7-8 mjekë të spitalit ushtarak në xhaminë e Krumës ishin nga Prizreni dhe kjo është një meritë e madhe. Në këtë spital, domethënë, u bën disa ndërhyrje, dikon rreth 80 ndërhyrje operacione, domethënë, të ushtarëve të plagosur, dhe hapja e këtij spitali ishte një shpresë e madhe edhe për luftimet, sepse edhe spitali i Kuksit, edhe spitali i Krumës që nuk i plotësonte kriteret, po edhe spitali i Tërpojës, e të mos flasim për Tiranën që ishte shumë larg nga vijat e frontit, dhe kjo ishte shumë afër nga vijat e frontit, vija ajrore me Cahanin dhe me Pashtrikun ku zhvilloheshin luftimet, domethënë ishin dikon 7 kilometra, dhe them që ka qenë kontributi shumë i madh që përmendi edhe Zeneli, kontributi shumë i madh edhe i Shqipërisë në çlirimin e Kosovës dhe në zhvillimin e luftës dhe epopeve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Patas mujtas gjama. Ata ne kemi pas fuqi, i kemi pas trum, i kemi pas frym, gjithçka i kemi pas. Patas ka bon. Po në dynën e jemi sot. Të nderuar shikues, emisionin tani do ta vazhdojmë në pjesën tjetër, ku mysafirët tanë të vegjël, nxënës të shkollës Abdul Frashëri, do t'japin kontributin e tyre me mesazhet e veçanta kushtuar këtij emisioni në nderim të epopesë së UÇK-s dhe lirisë të cilën e gëzojmë sot. Liria erdhi përmes sakrificës, ajo rritet përmes diëson. Libri im është falënderimi im. Për kazin na mëson se bashkimi na bën të pathyeshëm, ne jemi brezë që do ta duam edhe që do ta mbrojmë njëri tjetrin. Nuk i harrojmë bashkëmoshator që rënë në prekaz. Ne jetojmë ëndrat që ata i nisën. Liria nuk është vetëm dhuratë, është përgjegjësi. Ne premtojmë të bëhemi qytetar të mirë të këtij vendi. Bac u kry, Kosova po rritet e lirë, e ne po rritemi me krenarin e emrit tënd. Një popull që ndëron heronjët e tij, ka një të ardhme të sigurt, lavdi dëshmorëve të kombit. Sot nuk kemi nevojë vetëm për armë, për shkencë, art dhe sport, që Kosova të shkëlqejë në botë.